Përshëndetje, në këtë video dua të tregoj si të ruaj majdanosin. Kjo është hera ime e parë që të ruaj majdanos në frigorifer. Nuk kam ruajtur ndonjëherë tjetër, prandaj në qoftë se jam duke bërë diçka gabim ose në qoftë se kam mënyra të tjera si të ruhet majdanosi, ju lutem më shkruani në koment. Atëherë, si fillim do e lajm. Këtu jemi duke larë majdanosin, por po mendoj që më mirë është t'i heq një herë këto bishtat dhe pastaj ta laj. Është t'i heq këto degët e vogla nga kërcelli dhe të përdor vetëm degët, t'i laj dhe pastaj t'i pres në copa të vogla. Dhe ja ku jemi, këtu kemi kërcellat që do t'i flak, edhe këtu kemi gjethet që do t'i laj përsëri. I hoqa edhe këto gjethet e verda, se mendova se janë të vjetra dhe nuk përdoren. Plus kjo ishte një tufë shumë e madhe, mendoj se kaq të më mjaftojnë për gjithë atë kohë. Tani do t'i pres imët. Ky është rezultati. Dashimët nuk është se i kam prerë. Tani do t'i fus në një qese për klirje. Ja ku është rezultati. Tani do shkruaj majdanos këtu, që ta fus në ngrirje dhe ta përdor kur të më duhet. Unë mendoj se mund ta përdor për fasulet. Nuk e kam iden nëse mund ta përdor për ndonjë gjellë tjetër. Ju lutem më thoni, shkruani në koment. Dhe fusim në ngrirje ku do ta ruajmë.